këto vajza i ka sjell në Kosovë me premtimin për vendet punës dhe pas arritjes në Prishtinë janë obliguar që të kryjnë marrëdhënie seksuale me pagesë me persona të ndryshëm. Ne kemi has me 10 edhe më thëmë dhe me cindra duke fjetur me një depo, aty ku prodhojnë, aty i kanë vendosur ato disa kreveta të improvizum, dyshek e tjera, pa i plotësuar standardet elementare, edhe ato kanë paraqitur rrezik jo vetëm për shkak të shëndetit tyre, po edhe për shkak të përhapjes së një sëmundje tjetër aty. Punëtorët punojnë për një herë pa kontrata dhe punojnë në afate të tezë gjatra, kanë kufizim televizjes nga ana punëdhënësve. Në një kohë e dini që një pjesë e punëtorëve në Republikën e Kosovës janë angazhuar përmes disa agjencioneve të punësimit, të cilat realisht ndoshta nuk e ka pasur edhe nivelin profesional të zhvilluar të angazhimit një të huaj në Republikën e Kosovës.